Jena në 10 ditët e para të mujit të Dhul-Hijjes, mujit të shenjtë të Dhul-Hijjes. E këtë ditë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka veçu për ditëve të tjera. I ka veçu, ose e ka veçu këtë sezon prej sezoneve të tjera duke i cilësu këto ditë si ditët më të mira të vitit. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që me në bëjë për atyne që i shfrytëzojnë këto ditë me vepra të mira, me bindje ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, me largim nga saqet dhe kufijtë e Allahut azza wa jalla, dhe po ashtu duke na i ngrejt ato gradat tona tek Allahu azza wa jalla. Në lidhje me këtë ditë Allah subhanahu wa ta'ala është betu në Kur'an duke thënë wal fajri wa layalin 'ashr, pasha agimin dhe pasha 10 netët. Në komentimin e këtij ajeti kuranor Ibn Kathiri, Allahu më shiroft ka thënë al muradu biha 'ashru dhil-hijja. Ajo që është për qëllim në këtë ajet janë 10 ditët e Dhul-Hijjes, thot Ibn Kathiri, dhe vazhdon e thot kështu kanë thënë Ibn Abbasi, Ibn Zuberi, Mujahidi dhe të tjerë prej brezave të bardhë dhe brezave të mëdha. Imam Nawawi Allahu më shiroft ka thënë dije se është e pëlqishme që në këto 10 ditë të shtohet përmendja e Allahut më shumë se në ditët e tjera, ndërsa në ditën e Arafatit, e cila është ditën e martën me lajën Allahut azza wa jalla, një ditë para Bajramit, pëlqehet që përmendja e Allahut të jetë më e shpeshtë se në ditët e tjera të këtij 10 ditëshi. Prandaj muslimanit i të bën që me pas frikë Allahun azza wa jall, me i respektu urdhnat e tija, dhe duhet me ditë që secili prej nesh është në disa ditë në të cilat përmendet emri Allahut azza wa jall, nderohen, madhnohen shenjat dhe simbolet e fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Haxhilerët vizitojnë shtëpinë e Allahut azza wa jall duke kërku knatësinë e tij. Na shpesh e shpenzojmë kohën pa dobi. Edhe pse secili për nesh ai që neglizhon ka më pendu nesër, duhet me ditë që këto ditë janë shans rekuperimi, a shans për me rekuperu njeriu ato mangësitë që ka pas në të kalumen, sepse në këtë ditë Allahu azza wa jall i rrit shpërblimet e veprave të mira. E muslimani garon në veprat e mira, ashtu siç na urdhon Allahu azza wa jall duke thënë fastabiqul khairat, pra bani garë me njëri tjetrin për punë të mira. Në lidhje me vlerën e këtyre 10 ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma min ayamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e mirë se sa në këto 10 ditë. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. O i dërgumi Allahut, i thanën aslutha në rrugën e Allahut azza wa jall. Ju prish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay. As lufta në rrugën e Allahut azza wa jall vetëm se ai i cili shkon në rrugën e Allahut me veten e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet, pra vdes. Ibn Rajabi Allahu më shiroft ka thënë që ai që nuk mundet me kry haxhin, mundet me banë në shtëpinë e tij gjatë 10 ditësh, pra gjatë këtij 10 ditësh, vepra të mira që munden me kanë më të mira se lufta e cila është më e mirë se haxhi. Besoj Ibn Taymi Allahu më shiroft ka thënë që angazhimi i plotë me adhurime gjatë 10 ditësh, natën dhe ditën është më i mirë se lufta nga e cila ai kthehet i gjallë. Bile dietarët e Islamit kanë diskutuar me njëri tjetrin se cilët janë më të mira, këto 10 ditë në të cilat na jena sot, apo 10 neçi i fundit i Ramazanit. Ibn Taymi Allahu më shiroft ka thënë që 10 ditët e para të Dhul-Hijjes janë më të mira se 10 ditët e fundit të Ramazanit, ndërsa 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se 10 netët e para të Dhul-Hijjes. Por se si i shfrytëzon muslimani këtë ditë, cila është mira më e mirë, që me arrit maksimumin
prej shpërblimeve në këto ditë të mira. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft ka thënë, ajo që është më e mira në këto 10 ditë është me u angazhu me adhurime, sidomos me bamjen e tekbirit, me fjalën Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, tehlilit, fjalës la ilaha illa Allah, nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, tahmidit, fjalës alhamdulillah, pra falëndërimi takon vetëm Allahut. Adhurimi në këto ditë është më i mirë se lufta e cila nuk është e detyrueshme, thotë Ibn Qayyim. Ndërsa Ibn Hajeri na cek shkakun se pse këto ditë dallojnë prej ditëve të tjera. Shkaku i dallimit të këtyre 10 ditëve është bashkimi i adhurimeve të mëdha, gjë që nuk ndonë në pjesën tjetër të vitit, si namazi, agjërimi, lëmosha dhe haxhi, të cilat nuk bashkohen në kohë të tjera. Prandaj muslimani duhet më unan edhe me pyet veten, çfarë veprash të mira ka përgatit për ahiretin e tij në këto ditë të mëdha. Me çfarë ka bërë të veçanta këto ditë? Ai ka bërë këto ditë të ngjashme me ditën e kalume, apo i ka bërë të veçanta me vepra të cilat e kënaqin Allahun Azza wa Jall? Apo agjeru, apo e ka bërë një me agjeru në një prej këtyre ditëve? A ka dhënë lëmosh, ai ka ndonjë afërme të tij. A ka shpas bindje ndaj Allahut Azza wa Jall? A ka lexu librin e Allahut Azza wa Jall? A ka medituar në librin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala? A ka shpas mirësi ndaj prindve të tij? Ai është drejtu Allahut Azza wa Jall me lutje, duke ditë se lutja ka pozitë të veçantë në këtë ditë, prandaj gjithë secili duhet me rikontrollu veten e tij, sidomos në këtë ditë të begata. E si mune që të dikush me u bashku besimi po aluhatshëm, po motivuar një dëshim për ekzistencën e botës tjetër, për ekzistencën e xhennetit dhe të xhehenamit, e njeriu mos me vepru, sidomos në këto ditë, është normale që një njeri me e ditë se ka me dhënë vullgari para mbretit absolut para Allahut Azza wa Jall, dhe ose ka me unë dëshku ashpër, ose ka me u shpërbly me shpërblime të më të mëdha prej Allahut Azza wa Jall, dhe në të njëjtën kohë me fjet i shkujdesun edhe i hutun ndaj shpërblimeve të Allahut apo ndaj dënimeve të tij. E një prej dietarëve ka thënë që pasha Allahun, kjo është një pyetje saktë që vlen për shumicën e njerëzve. E bashkimi i këtyre dy qëndrimeve, pra besimit në botën tjetër, edhe po ashtu mos përgatitjes për botën tjetër, është një prej gjërave më të çuditshme. E më vonë ka cek disa prej shkaqeve, të cilat na çojnë në këtë dukuri. Prandaj ti o musliman kuptoi këto dhe mundoju me ju largu këtyre shkaqe. Shkaku i parë është dija e dobët edhe bindja e mangët ndaj Allahut Azza wa Jall. E më vonë shtohen shkaqet e tjera, mos përkujtimi i dijes dhe mos prania e saj në zemrën e muslimanit në pjesën më të madhe të kohës, sepse xhehet me gjëra të tjera, me gjëra që nuk kanë dobi, me gjëra prej dunjas. Po ashtu mbizotrimi i pasionit dhe sundimi i epsheve në mendjen e tij dhe në zemrën e tij. Tundimi i shpirtit dhe mashtrimi nga shejtani dhe mendimi se ahireti, bota tjetër, është larg dhe shpresa se ka prap kohë, edhe i vjen vdekja atij në një moment të papritur. Kur bjen në përhumje edhe po ashtu e dën këtë jetë, kapja po ashtu mas interpretimeve lehtësuese dhe me umësu me rikthimin e shpejt në gjunahet e Allahut Azza wa Jall, në shkeljen e saqeve të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. E kur përmbushen tonë shkaqe, atëherë imanin, besimin e njeriut nuk mundet me e mbajt në kam vetëm se ai i cili bën qiejt dhe tokën që mos me ushem para Allahu Azza wa Jall, me mëshirën e tij e mban imanin e këtyre lloj musliman e mban në kam me mëshirën e tij. E kjo është arsyeja pse njerëzit ndryshojnë prej të njëjtit te tjetri në imanin e tyre, në veprat e tyre, atësa imani përfundon sa një grimcë e vogël në zemrën e tyre. Duke qenë se këto ditë janë ditë të mëdha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxit umetin e tij që gjatë këtyre ditëve me përmend Allahun Azza wa Jall, duke thënë nuk ka ditë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall, në të cilat
veprat e mira, punët e mira janë më të dashura tek Allahu Azza wa Jall se sa këto 10 ditë. Prandaj shtojeni gjatë dyne të hlilin, fjalën la ilaha illa Allah, tekbirin, fjalën Allahu Akbar dhe tahmidin, fjalën Alhamdulillah. Për i formave të ligjëruara të tekbirit është fjala Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Që në shqip dhe në thanë Allahu është ma i malli, Allahu është ma i malli, nuk ka të adhurim tjetër me të drejtë vetëm se ai Allahu është ma i malli dhe vetëm atij të bën falënderimi. Ringjallja e këtij sunet, përsëritja e këtij tekbir në këto ditë të veçanta është për sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Asaj ibn Umeri dhe Ebu Hurera radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dalshin në treg në këto 10 ditë duke pa tekbir, këtë lloj tekbirit dhe njerëzit e përsëritnin tekbirin mas tyne. Këto për sa i përket tekbireve janë dy llojesh. Është tekbiri, siç e kanë thënë dietar, tekbiri i kushtëzuar dhe tekbiri i pa kushtëzuar. Tekbiri i kushtëzuar i cili fillon në ditën e Arafatit, do të thekë mëllaj, bëhet mas çdo namazit të detyrueshëm dhe tekbiri i pa kushtëzuar fillon me hyrjen e këtyne 10 ditëve të begata. Tekbiri i kushtëzuar thamë fillon me agimin, sipas menimit më saktë, me agimin e ditës së Arafatit deri në ditën e fundit të Teshrikut, pra 3 ditë mas Bajramit. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë mendimi më i saktë për tekbirin është ai që thotë shumica dietarëve të prezit parë sahabeve dhe imamëve, se tekbiri bëhet duke filluar nga agimi i ditës së Arafatit deri në ditën e fundit të Teshrikut, mas çdo namazit. Dhe Ibn Kathiri ka thënë se ky është mendimi më i njoftun dhe sipas tij veprohet. Dita e Arafatit është një prej ditëve më të shënuara të Allahut Azza wa Jall, më të rëndësishme prej ditëve më të rëndësishme të Allahut subhanahu wa ta'ala. Është dita kur Allahu Azza wa Jall e ka plotësuar fenë e tij. Dhe në këtë ditë Allahu Azza wa Jall ka zbrit fjalën e tij ku thot el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot thot Allahu Azza wa Jall për sosa fenë tuaj, e plotësova dhuntin tëme ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. E në këtë ditë shtohen lirimet nga zjarri i xhehenamit. Dhe në këtë ditë Allahu Azza wa Jall i fal gabimet e besimtarëve. Transmetohet nga Aisha radiallahu anha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë të cilën Allahu të liroj më shumë njerëz nga zjarri i xhehenamit se sa në ditën e Arafatit. Nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall të liroj më shumë njerëz nga zjarri i xhehenamit se sa në ditën e Arafatit. Do të afrohet dhe do të prenohet me laikeve, edhe ka me thanë me aradaha ula çfarë deshen ata. Pra ata robër të Allahut Azza wa Jall që janë lënë në sheshin e Arafatit duke e lutur dhe duke ju përgjëruar atij për nevojat e kësaj bote edhe të botës tjetër. Ibn Abdul Barri thot hadithi tregon se Allahu i kishte fal ata, sepse ai nuk krenohet me gjuna qartë vetëm se mas pendimit të tyre dhe pasi t'i ketë fal ata. Allahu di mas mirë. Për cilësive të ditës së Arafatit është se lutja, duaja në ditën e Arafatit është e veçantë dhe ka më tepër shanse me u pranu. Në lidhje me duan atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë khairu du'a yawm Arafa. Duaja më e mirë është në ditën e Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dhe fjala më e mirë që kam thënë unë dhe pejgambert para meje, cila është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashtu është nuk e meriton mu adhuru me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, i vetëm e i pashok, atij të konsundimi dhe falënderimi dhe ai është i plot fuqishëm, i plot fushtetshëm mbi çdo gjë. Thot Ibn Abdul Barri për këtij hadithi, nxjerrim se duaja ditën e Arafatit është më e mirë se në ditët e tjera, dhe kjo tregon në vlerën e ditës së Arafatit mbi të tjera, po ashtu tregon se duaja në ditën e Arafatit plotësohet në shumicën e rasteve. Pra ai i cili ka një dua ose disa dua ose disa probleme të kësaj bote apo të botës tjetër, nëse
Brenga e tij kryesore është bota tjetër. Atëherë le të shpeshtoj duat në ditën e Arafatit në mënyrë që Allahu Azza wa Jall i përgjigjet lutjeve, hallëve, brengave që muslimani ka. Po ashtu nuk duhet më harru se mirësia e ditës së Arafatit nuk është e veçantë vetëm për haxhiler që shkojnë haxh. Për ato haxhiler që janë në sheqin Arafat, por se është e përgjithshme për ta dhe për të tjerët dhe për muslimanë që nuk janë aty, sepse bashkohen në lutjet dhe në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Bile Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë një adhurim të veçantë për ata që nuk janë në Arafat, në sheqin e Arafatit, duke thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me agjërimin e asaj dite, sepse ata nuk agjërojnë, haxhiler atje nuk agjërojnë, kurse ato që nuk janë në haxh agjërojnë. Sa në lidhje me agjërimin e ditës së Arafatit, pra të ditës së martë, thot yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiya. Agjërimi i asaj dite shlyen gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit vijus, vitit të ardhshëm, pra 2 vite rreth. Bëhet fjalë gjithmonë për gjunahet e vogla, kurse gjunahet e mëdha kanë nevojë për pendim. Nëse bëhesh me mirësinë e kësaj dite, bashkohet edhe qenia e një agjërueshëm, atëherë lutja me lejen e Allahut Azza wa Jall ka mundësi më të madhe me u pranu. Prandaj duhet më kujdes muslimani këtë ditë që me bë dua, duke u bashkuar haxhilerëve në duat e tyre dhe në lutje dhe në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala ne pranon ne ato lutje, ato dua dhe ne i zgjidh hallet e problemet e kësaj bote dhe të botës tjetër. Prandaj le të kujdesim që të shfrytëzojmë si duhet këto ditë me vepra të mira, të ruhen nga gjunahet dhe të kena pendim të sinqert ndaj Allahut Azza wa Jall. Sepse siç është duaja, po ashtu edhe pendimi ka vend të veçantë në këtë ditë. Pashka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu ibn adam khata wa khairul khata'in tawwabun, secili njeri, secili birë e Ademit është gabimtar. Dhe gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet Allahut Azza wa Jall, i kthehet Allahut Azza wa Jall me pendim. Kjo është e përgjithshme, por se në lidhje me këtë ditë është më e veçantë, për shpërblim më të madh pendimi dhe kthimi tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj mendja e shënosh, zemra e shënosh, i largohet gjunaheve në ditë normale, edhe është më parësore që me ju largu gjunaheve në këtë ditë të begata. Sidomos gjunahi në këtë ditë të bekume është më i rëndë, nuk është njësoj. Shejkhul Islami kur është pyet se a shtohet apo jo pesha e gjunaheve, ka dhënë këtë përgjigje duke thënë po gjunahet në ditët dhe në vendet e mira janë më të rënda dhe ndryshimi i tyre bëhet në raport me mirësinë e kohës dhe mirësinë e vendit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Gjematin e run folme rreth vlerës së këtyre ditëve, përse në veçantë ç'a duhet me bëj besimtari dhe si duhet me shfrytzu këtë ditë. Dhe për veprave që përmendim e para krejt, në radhë parë është pastrimi, edhe përmirësimi i besimit tonë, prej çdo lloj besytnie dhe prej çdo lloj mangësie. Zemra jonë ta përmirësojnë atë besimin, relatën që kena me Allahun Azza wa Jall, duke e besu Allahun subhanahu wa ta'ala si të plot pushtetshëm mbi çdo gjë, si ai i cili na ka dhënë ne jetë dhe vdekje, si ai i cili ka emrat më të bukur dhe cilësitë e tij më të larta, të cilat nuk i përngjasojnë krijesave, dhe po ashtu duke e adhuruar të një edhe të vetëm dhe duke mos i kushtuar i shok në adhurim. Kjo është pika kryesore. E dyta, pendimi sinqert, kthimi tek Allahu Azza wa Jall me pendim me sinqeritet prej gjunaheve tona, ashtu siç e përmend. Po ashtu angazhimi në adhurime të lloj-llojshme, si leximi i Kur'anit, namazet nafile, agjërimi nafil, dhe po ashtu përmendja e Allahut Azza wa Jall. Dhe para këtyre pikave duhet me i kushtuar rëndësi, sepse shumë prej nesh ndoshta ose një pjesë e jona më mirë me thënë kena mangësi akoma në namazin 5 vaksh, në 5 namazet ditore të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala nena i ka bë obligim, dhe veprat më të mira me të cilat na i afrohen Allahut Azza wa Jall janë veprat e detyrueshme para se me shku te veprat nafile të pëlqyeshme.
dhe para se me diskutuna agjërimin nafil apo namazin e pëlqyeshëm apo leximin e Kuranit e Rrahxha apo janë 5 namazet të cilat muslimani duhet me i kushtu shumë rëndësi sepse janë ABC-ja e Islamit. Janë gjëra të cilat nuk mund të flitet për to ai ti fali apo jo, por se muslimani duhet me fal dhe në fundit ai është ai i cili përfiton, ndërsa Allahu Azza wa Jall as nuk i shtohet, as nuk i paksohet pushteti i tij. Po ashtu është kryerja e haxhit, pra që Allahu Azza wa Jall ja ka bërë mundësi me kry haxhin lëmosha, qoftë për veten tonë apo për prindën tonë të cilët kanë rrugë. Bamja e tekbireve, të cilët e përmendim sa më shumë të jetë e mujton në shtëpi, në treg, kudo që jena, ashtu siç ishte veprimi i Ibn Umerit dhe Ebu Hurajres radhiyallahu anhuma. Po ashtu agjërimi ditës së Arafatit, thamë që po gjinohet e vitit të kaluar dhe vitit vijus. Po ashtu doaja dhe lutja në këtë ditë është e veçantë thamë edhe pranohet me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe po ashtu kurbani, a ditë të cilit Allahu Azza wa Jall ja ka bërë me bë kurban, e ka mundësin ai bën kurban për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dana ditët e Dhulhijhes, sidomos dita e Arafatit janë të mira, por se ekziston edhe një ditë tjetër e cila është më e mirë, e cila është dita e Haxhilekut të Madh, është dita e kurbanit, dita e Kurban Bayramit, që me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala është ditën e mërkurit me 27. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti shokët e vet duke thënë: "Ayyu yawmin hadha?" Cila është kjo ditë? Po flitet për ditën e Kurban Bayramit, edhe i thonë sahabët, i thonë Yawmun Nahr, kjo është dita e kurbanit. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hadha yawmul hajjil akbar." Kjo është dita e Haxhilekut të Madh. E pse është dita e Haxhilekut të Madh? Është dita e Haxhilekut të Madh sepse nata e kësaj dite është koha kur njerëzit, pra është dita e Arafatit. Dita kur qëndrojnë në Arafat dhe i luten për Allahut Azza wa Jall në sheshin e Arafatit Haxhit. Po ashtu ata qëndrojnë në Muzdelife, flajnë në Muzdelife në ditën e Kurban Bayramit. Ato i gjujnë gurt dhe po ashtu bëjnë kurbanin. Po ashtu i rrujnë edhe ose i qatin flokë, bëjnë tawaf dhe bëjnë vrapim mes kodrave Safa dhe Marwa. Edhe dhe më thanë pa shumë prej punëve të haxhit të cilat bëhen në këtë ditë dhe prandaj është dita e Haxhilekut të Madh. Është dita më e mirë e vitit duke u bazuar në hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë që dita më e madhe tek Allahu Azza wa Jalla është dita e Kurban Bayramit. Dhe kur është pyet Sheikhul Islam Ibn Taymija se cila është dita më e mirë, dita e Xhumas apo dita e Kurban Bayramit, ai ka thënë dita e Xhumas është dita më e mirë e javës, kurse dita e Kurbanit është dita më e mirë e vitit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, siç e dina ne, ka legjitimu dy festa. Festën e Kurban Bayramit dhe festën e Fitr Bayramit, festa në të cilat madhnohet emri i Allahut Azza wa Jall, lidhen musliman për të madhnuar Allahun subhanahu wa ta'ala dhe lidhja e besimit të përbashkët, edhe pse vendet, edhe pse gjuhët apo rasat e tyre janë të ndryshme. Në këtë ditë suneti është që njeriu të pastrohet para se më ardh me fal Kurban Bayramin, është që të pastrohet, parfumoset, vesh tesha më të mira për namazin e Bayramit, duke bërë tekbire, edhe nuk kanë asgjë përse hanë prej kurbanit të tij kur kthehet prej namazit. Dhe po ashtu në lidhje me vlerat e kurbanit, ka hadithe të shumta të cilat i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet me pas parasysh ky lloj ritit ka kanë edhe në popujt e mëparshëm, siç thot Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, Allahu i nalçum ka treguar se fillimi i kurbaneve dhe dardhja e gjakut të bagtive me emrin e Allahut ka kanë i ligjëruar në çdo fe, pra edhe në legislacionet e mëparshme tek pejgambert e mëparshëm. Prandaj na si musliman duhet me nxitu drejt faljes së Allahut subhanahu wa ta'ala dhe drejt garimit për tek xhenetet, të cilat gjerësia aty në arsaqiet dhe toka, me shfrytzu dhuratat e Allahut azza wa jall në këtë ditë të begata, sepse jeta është e shkurtë. Ndarja prej kësaj jete është e afërt dhe rruga është e frikshme. Të ndihemi mbi çdo trën, ndërsa rreziku është i madh, ndërsa Allahu azza wa jall është në pritje dhe nuk i bën pa drejtësi askujt.
Ashtu si thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah", ai cili vepron një vepër të mirë sa grimca ka me e pa atë, "wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah", ai cili bën një vepër të keqe sa grimca ka me e pa atë. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që këto ditë me na i bë ditë të begata ku adhurojmë atë siç duhet, i shtojmë adhurimet tona, i shtojmë lutjet tona, largohemi nga haramet dhe na bën për atyre që i ka liru nga zjarri i xhehenamit dhe i ka shkruar me kanë prej banorëve të xhennetit.